Dhe hadithi i dytë është pa ashtu një hadith i rëndësishëm, si çdo hadith prej 40 haditheve të Imam Neveviut, pra është bazë në veti, kapitull në veti, temë në veti, e përmbledh një pjesë të madhe të fesë kështu me radhë. Hadithi është pa ashtu i njohur në sheriat tek ulemat si hadithi i Xhibrilit alayhis salam. Dhe kur njeriu thot hadithi i Xhibrilit, kur e përmend me këtë emër, menjëherë shkon ndërmend se për cilin hadith është fjala. Hadithi i Xhibrilit, hadith që e përmbledh të rëfen, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund hadithit, aty thot: "Etakum yuallimukum dinakum", ka ardhur Xhibrili të mësoj krejt fen faktikisht. Me këtë hadith, për shkak se i përmbledh gjitha gjërat e fesë, prafërsisht, në pikat shkurtra, gjërat më kryesore. Sa i përket transmetuesit këtij hadithi është Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, dhe folëm për këtë transmetues në hadithin e parë. Faktikisht i përmendëm gjërat më të rëndësishme nga jeta e tij dhe për personalitetin dhe vlerën e tij, pasi që për të folë me të ka shumë, për të folë për të domethënë ka shumë. Për këtë shkak mjaftohemi madh dhe nuk kemi nevojë që ta përsëritim fjalën lidhje me transmetuesin, domethënë Omerin radiallahu anhu.